Në Kuranin e Shenjtë kemi një ligj ku në të përfshihen të gjitha sekretet e universit. Ky ligj në fakt është e kundërta e asaj që ne veprojmë, që do të thotë, nëse ti jep sadaka, në vend që paratë të paksohen, ato shtohen. Nëse ti jep zeqat dhe humsin, në vend që paratë të paksohen, ata shtohen. Nëse ti ke lindur një fëmijë apo ke krijuar një familje, Zoti i Madh ty të shton riskun dhe bereqetin. Nëse ne ftojmë në shtëpinë tonë, miq apo familjar tonë, edhe shtrojmë një drek apo darkë, në vend që na paksohet ajo që ka japim, neve na shtohet ky bereqet. Pra, Zoti i Madh në të tëra këto që tham, ka vendosur riskun e njeriut. Edhe pse në një farë mënyre ne mendojmë se këto gjëra do na paksohen, në fakt Zoti i Madh bën të kundërtën. Ti jep një dhe ai ta shton me 2 fishin e asaj që jep apo edhe më tepër se sa ajo. Nëse ti po ashtu mban mbulesën, pra respekton ligjet e Allahut, Zoti i Madh kësaj femre që mban hijabin i jep një tjetër personalitet apo një tjetër bukuri, të cilën e ruan vetëm hijabi, vetëm mbulesa. Nëse në një vend apo në një takim ku të gjithë flasin dhe ti hesht, të gjithë shikojnë më shumë ty që hesht se sa personat e tjerë që flasin. Nëse ti e lë kohën në dispozicion të namazit apo adhurimit, në vend që kjo kohë të duket sikur ka ikur apo ka kaluar shumë shpejt, në fakt Zoti i Madh kësaj kohe dhe këtij momenti që ti e ndan për hir të Zotit, i jep më tepër begati dhe bereqet. Pra, ty të shtohet begatia dhe bereqeti në saj të veprimeve që ti kryen për hir të Zotit. Nëse një person bie shahid për hir të Zotit, Zoti atë e konsideron të gjallë për gjithë jetën e tij. Nëse ne përpiqemi të veprojmë punë të mira për ahiretin ton, pra për botën e përtejme, Zoti i Madh neve na rregullon botën e kësaj jete që ne jetojmë, pra jetën tonë të tanishme. Pra në çdo veprim që ne veprojmë, mjafton që ta bëjmë me zemër dhe për hir të Zotit, edhe Zoti na i shumë fisho mirësitë e saj në këtë jetë dhe në këtë botë që jetojmë. Ky pra është edhe ligji më i çuditshëm hynor i Kuranit të Shenjtë. Mjafton ta besosh me zemër edhe çdo gjë realizohet ashtu siç Zoti i Madh dëshiron.